Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës të mi të kanalit Histori Jete. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në këtë minutash për të sjellur pranë jush një refreskim në fakt, një historie që po ripërsëritet për vite të tëra në mediat shqiptare dhe çuditërisht, me thënë fatkeqësisht, nuk kemi asnjë lloj reagimi as edhe nga institucionet. E ftuar sot në televizionin Top Channel ishte Bukuria, nëna e Bleona Matës. Vajza që në fakt është bërë pjesë më tash të gjitha familjeve shqiptare, ku çdo familje shqiptare bën lutje shpirtërore që kjo vajzë të gjendet sa më shpejt dhe të shkoj pranë kësaj nëne, e cila me guximin e saj, me durimin e saj e dëshmoi se sa e fortë është një nënë shqiptare, ajo nëna që ne kemi lexuar dhe kemi dëgjuar nëpër legjenda. Pse dua të ndaloj tek rasti i Bleona Matës dhe zonjës Bukurie? Dëgjova në mënyrë të detajuar intervistë, një intervistë që në fakt zonja Bukurie pati shumë pak qasje, por një dyshim që kjo zonjë ka. Tani, unë apeloj tek të gjithë institucionet që të mos ta marrin këtë punën e Bleonës për shaka, sepse nuk është e bukur që një nën, një prind, si Bleona dhe të gjithë prindërit e tjerë, të vinë të luten ditë dhe natë në përdyer, të shkatrojnë pasuritë e tyre, të shkatrojnë jetën e tyre, vetëm për një gjë që në fakt i takon një institucionit, sepse ne jetojmë në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë. Ne kemi një institucion që besojmë gjasme që na mbron. Besojmë që nëse ne do të jemi keq, ato do kujdesen për ne. Por me rastin e Bleonës dhe me rastin e zonjës Bukurie, e cila nuk ndalon së kërkuari të bien e saj, ne ulemi dhe mendojmë se çfarë në të vërtet po ndodh në shoqërinë tonë. Janë bërë gjitha këto vite që një institucion në Shqipëri nuk pas ka patur mundësinë për ta kërkuar dhe gjetur këtë vajzë, e cila është parë se ku ka shkuar, mbi të cilën ekzistojnë 5 vajza që kanë bërë transportin prej në fshat deri në mal, ekzistonte një gjyshe e cila e ka parë të vërtetën dhe e ka thënë që ishte një makinë e tipit Benz dhe ishte një djalë i veshur me xhup lëkure. Ekziston një fshat i tërë që deri një ditë më para se të mbrinte policia, kanë thënë që e vodhën dhe pastaj heshtën të gjithë. Dhe sot është vetëm një nën e cila ngre zërin për vajzën e saj dhe është një shtet i tërë që hesht në këtë krim. Tani pyetja ime shkon, ore ju të institucioneve të atyre kohë, sa lek keni marrë për ta bërë të krimin? Se patjetër që keni marrë lek, se kjo është krim. Dhe sot, unë apeloj deri tek Zoti Rama, ju lutem shumë, bëni share këtë video. Zoti Rama, jeni kryeministër i vendit. Pse nuk i merrni përsipër këto gjëra? Dhe të angazhoni institucionet kompetente që janë për këto raste dhe t'i sillnin këta fëmijë në shtëpi, qoftë edhe në arkivol, nëse nuk janë gjallë, sepse unë nuk dyshoj në asnjë mënyrë, nga historitë e jetës, nga rrëfime që kam lexuar, kam arritur të kuptoj që vërtet zemra e një nënëse ndjen fëmijën e saj, nëse e ka pranë, nëse e ka larg, nëse e ka afër, nëse është gjallë, nëse ka vdek, nëse jeton, nëse nuk jeton. Te Bleona mund të jetë bërë një masakër e madhe, më vjen keq që po shprem kështu. Po sido që të jetë, le të jetë pranë nënës së saj. Le të jetë pranë kësaj nëne që nuk ndaloi kurrë kërkuari. Zonja Bukurie sot dyshon edhe në vjerën e saj, normalisht dyshon, është për të dyshuar, sepse jetojmë në një kohë ku çfarë nuk dëgjojmë dhe aty që ne i themi njeriu jon më i afërt, nesër mund të na e bëj varin, por mua një gjë që më habit në këtë mes është si mundet këto institucione si Ministria e Punëve të Brendshme të mos ngrihet edhe të dëgjoj zërin e kësaj nëne dhe thotë ore, prit se ne kemi këtë, fillimisht njëherë kemi në ndërgjegje për ta bërë, pastaj e kemi dhe detyrë. Pse nuk merren këto 5 vajza, Qamilia, Gentiana, të merren në pyetje dhe rastit evidentohet në mënyrë të detajuar, qoftë edhe të lidhen për këtë punë, derisa ta tregojnë këtë të vërtetë,
se kjo Bleona nuk ka ardhur ta marrin alienët nga lart, edhe nuk ka lënë asnjë shenjë dhe është zhduk. E ka marrë njeri dhe këtë njeri unë dikush e di dhe nje. Me këtë njeri dikush ka komunikuar, me këtë njeri dikush ka lënë takim për ta nxjerrë tek mali. Dhe realisht 5 vajza që kanë nxjerrë tek mali janë këto, që nuk kupton njëra nga këto vajzat e ka shit. Se ky nuk ka ardhur nga hiçi. Domethënë kjo është një plan, një krim i organizuar dhe çuditërisht krimet e organizuara në Shqipëri nuk ndiqen. Kjo është pikërisht krim i organizuar. Në qoftë se ne duam të kuptojmë ku merr kuptim fjala krimi organizuar, ja urdhroni, e keni rastin e Bleonës. Dhe ne sot domethënë flasim për një vajzë që nëna e saj nuk ndalon së kërkuarit çdo ditë. Kjo vajzë nuk gjendet askund sikur është zhdukur nga universi. Dhe më në fund, domethënë shteti po hesht, në institucione i mbyllen dyert, sikur kanë përtim ta kërkojnë këtë Bleonën. Të bëhemi një herë në shqiptarët apo s'bëhemi? Të bëhemi në një herë për gjakun ton, për gjën ton më të shenjtë që e kemi fëmijën, sepse kjo Bleona nesër mund të jetë fëmia jot. Çfarë do kishe bërë ti? Pse këto institucionet nuk e marrin sikur Bleona është fëmia im dhe unë e kam dërgjegje ta kërkoj, sikur edhe karrigen time ta shkatroj këtu ku jam, të paktën një të mirë kam bën në jetë. Këtë nën me fëmijën e vet e kam lidh. Dhe pse kjo gjë nuk bëhet, por mundohen domethënë çdo ditë duke e gënjur, duke e maltretuar këtë grua në mënyrë të tmerrshme. Unë uroj me zemër, sinqerisht uroj me zemër që zonja Bukuria ashtu siç e tha dhe fjalën që ajo tashmë e pazëshme do të kërkon, por unë e di që si me zë si pa zë ajo ka kërkuar, nuk ka ndaluar për vajzën e saj, edhe pse ka patur majmun që e kanë mashtruar, do t'i quaj majmun. Qoftë edhe nga kjo gruaja ka kërkuar lek, imagjinoni çfarë gjendje janë shqiptarët. Shqiptarët janë në gjendje ta urrejnë veten e tyre. Dhe thjesht faktit, kjo grua po endet herë këtej dhe herë andej dhe nuk merr një përgjigje. Unë sinqerisht apeloj që të paktën kjo videoja ime le të bëj bum deri te kryeministri dhe le ta dëgjoj. Kërkohet një lloj ndihme që kësaj gruaje të ndihmohet. Le të ngrihet e gjithë armata në këmbë. Le ta kërkojnë këtë vajzë, le të marrin në pyetje, nuk mundet kjo vajzë të mos ekziston. Sepse nëna e ndjen në zemër fëmijën e saj. E vërteta këtu është e hidhur, kjo vajzë është e shitur dhe kjo as që diskutohet. E shitur është, se derisa domethënë persona që e kanë dërguar në mal nuk e kanë të njëjtën dhimbje me zonjën Bukurie, kanë marrë fund muhabeti. Është e dukshme historia. Atëherë pse kjo histori nuk vazhdohet të kërkohet? Dhe pse kjo histori është e stepur? Unë e pash një nënë e cila është sinqerisht e thyrë dhe ka një shpresë që në këtë Kurban Bayram do merr një mesazh. Unë uroj që të jetë Kurban Bayrami i fundit që kjo nënë e kalon pa bleronën dhe uroj me zemër që këto fjalët tona të jenë të paktën në vesh të Zotit dhe Zoti të çojë një nishan që kjo nënë ta gjejë të bien e saj.